Tregom kur jem gati. Okej. Atëherë përshëndetje gjithëve. Ju uroj mirëseardhje, ju falenderoj për pjesëmarrjen në lancimin e koalicionit kundër korrupsionit, si dhe ceremoninë e nënshkrimit të kodit kundër korrupsionit nga shoqatat kryesore të biznesit në Kosovë. Kjo aktivitet realizohet në kuadër të projektit Integriteti në sektorin privat, korrupsioni nga ana ofertet, që Instituti Reinvest si pjesë angazhimit vet bën, mbështetur nga aktiviteti USAID-it për integritetin e komunave të Kosovës, KMI, i cili zbatohet nga DAI. Në këtë përpjekje të përbashkët, Instituti Reinvest dëshiron të falenderon veçanërisht projektin për mbështetjen, sigurisht edhe gjithë ekipin i cili ka ofruar sugjerime dhe mbështetje në vimësi. Objektivi përgjithshëm i yni është që të ngritet ndërgjegjësimi, po edhe të mobilizohen aktorë kryesor të sektorit privat në mënyrë që të ngrisim parimet etike të bërit biznes dhe të përmirësojmë integritetin e sektorit privat dhe të krijojmë një mjedis më të favorshëm. Çështja e integritetit të sektorit privat në Kosovë, veçanërisht në fushën e prokurimit publik, nuk është trajtuar me vëmendjen e duhur. Ne besojmë se duhet krijohet një mjedis biznesor në të cilin kemi një mosdorim kolektiv ndaj korrupsionit, për shkak se besojmë se korrupsioni veçanërisht nga ana e ofertës, jo vetëm se ul vlerën e mallave shërbimeve që marrin me taksat e qytetarëve, po edhe i shtrembron tregjet dhe krijon pabarazi në treg. Siç është evidentuar edhe në raportin për korrupsionin nga ana e ofertës, të cilin kuadër të këtij projekti dhe mbështetje nga KMI e kemi lancuar muajin e kaluar, sektori privat është i vetëdijshëm për nivelin e lartë të korrupsionit në Kosovë, mirë po është shpresëdhënëse sepse ata gjithashtu janë të interesuar që të angazhohen në një zbatim kolektiv të masave etike në bërjen biznes. Në këtë kuadër, ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë gatishmërinë e asociacioneve të biznesit që të angazhohen aktivisht në përpjekjet tona të përbashkëta për të adaptuar këtë kod kundër korrupsionit në mënyrë që të rritet integriteti në sektorin privat. Lejoni që të falenderoj përfaqësuesit e Odës Ekonomike Amerikane, Odës Gjermano-Kosovare, Klubin e Prodhuesve të Kosovës, Rrjetin CSR si dhe shoqatën e SNAF për prezencën sot. Ne kemi pas konfirmim edhe nga kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, megjithatë në moment fundit për shkak disa angazhimeve nuk ka mujt me marr pjesë, megjithatë besim të përkushtuar që ta nënshkruajnë në kodit. Sigurisht se lista e nënshkruesve si themeltar nuk është shtëruese dhe ne synojmë që të përfshijmë edhe asociacione tjera, po edhe biznese, të cilat do të na bashkohen neve në këtë përpjekje për të rritur integritetin e sektorit privat, si dhe ky kod të shërbejë si një udhëzues se si duhet operuar duke respektuar parimet më të larta etike. Jemi jashtëzakonisht lumtur sot si Institut Reinvest që po arrijmë që të nënshkruajmë këtë kod bashkërisht me shoqatat kryesore të biznesit Kosovë. Zbatimi i këtij kodi do të mundsohet përmes një sekretariati, përmes një komiteti drejtues, i cili sekretariatin e ka me rotacion dhe kryesohet në atë formë. Edhe një herë Instituti Reinvest dëshiron që të falenderoj projektin KMI për mbështetje në vazhdimsi, si dhe të shprehë përkushtimin tonë që të mbështes këtë iniciativë edhe në të ardhmen drejt përmirësimit të mjedisit biznesor. Unë po i kaloj fjalën kolegut tim Visar Vokri për një përshkrim të shkurt të kodit dhe më pas do t'i ftoj edhe profesuesit e shoqata biznesit për në shkruar kodin. Visar? Faleminderit Alban, përshëndetje gjithëve. Siç edhe u tha me drejt në ngjarje sot edhe formalisht së bashku me përfaqësues të shoqatave të bizneseve, të cilat janë bashkuar kësaj nisme për krijimin e një koalicioni të përbashkët kundër korrupsionit, po nënshkruajmë kodin e bizneseve kundër korrupsionit, të cilin pastaj shoqatat do ta promovojnë tek anëtarësia e tyre, si dhe do t'i ftojnë bizneset anëtare për ta nënshkruar edhe për të bërë pjesë e kësaj nisme që për synim ka ngritjen e integritetit në sektorin privat në Kosovë. Natyrisht nënshkrimi i këtij kodi nga ana e bizneseve është vullnetar dhe si i tillë përkufizon norma, aktivitete dhe nxit motivimin e subjekteve ekonomike për të përvetësuar dhe zbatuar standardet më të mira ndërkombëtare në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit nga ana e ofertës, përkatësisht korrupsionin nga ana e sektorit privat. Bizneset nënshkruese përmes aktit të nënshkrimit do të zotohen se do të zbatojnë standardet më të avancuara të etikës, transparencës dhe integritetit në aktivitetet e tyre biznesore, se do të shmangin me vendosmëri çdo formë përfshirjes në praktika korruptive që kanë për qëllim sigurimin e privilegjeve apo përfitimeve të palegjshme në favor të kompanisë. Gjithashtu, bizneset do të zotohen që në rregulloret
politikat dhe procedurat e brendshme të tyre, do t'i përbrendësojnë standardet më të larta të transparencës dhe integritetit. Duhet theksuar se dispozitat e këtij dokumenti reflektojnë komentet dhe sugjerimet të përfaqësuesve të shoqatave bizneseve, sugjerimet nga vetë bizneset, të shprehura gjatë një procesi gjatë konsultativ në hartimin e këtij dokumenti. Si dhe njëta të shprehura në hulumtimin kuadër të projektit Kodi dhe Koalicioni Bizneseve kundër korrupsionit, pjesë e projektit Integriteti i sektorit privat, korrupsioni nga ana e ofertës, i financuar, siç e u tha, nga aktiviteti i USAID-it, integriteti i komunave të Kosovës dhe i zbatuar nga NEPRO, Instituti Invest. Andaj, ky kod është një mundësi e mirë për sektorin privat që përmes këtij dokumenti të komunikoj vlerat dhe parimet e biznesit tek punonjës, partnerët biznesor dhe grupet e ndryshme të interesit. Gjithashtu, ky kod përfshin përkushtimin e sektorit privat në ndërtimin e një sistemi të sinjalizuesve në përputhje me ligjin në fuqi, i cili do të jetë i disponueshëm për të gjithë punonjësit dhe palët e jashtme të interesit. Komponent tjetër e rëndësishme këtij kodi është trajnimi i stafit, si dhe fushatat vetëdijsuese lidhur me integritetin e sektorit privat në aktivitetet të prokurimit publik. Përmes një vlerësimi paraprak gjithëpërfshirës apo due diligence, me qëllim të ruajtjes të reputacionit të bizneseve, do të shmangen marrëdhëniet kontraktuale dhe çfarë do bashkëpunimi me ato subjekte të cilat nuk i pranojnë parimet etike në të bërit biznes dhe në çfarë do forme bien ndesh me dispozitat e këtij kodi. Bizneset gjithashtu zotohen se përmes nënshkrimit të kodit se do të vlerësojnë paraprakisht partnerin biznesor duke përfshirë historinë penale, sanksionet, reputacionin, integritetin si të vlerësimin e kushteve ligjore, ekonomike dhe materiale të ndërlidhura me marrëdhëniet biznesore. Po ashtu, ky kod parasheh që sektori privat do të zotohet që në rast të dhuratave, donacioneve apo sponsorizimeve të ndryshme, që ato të jenë transparente dhe të mos i përdorin si një mekanizëm për të ndikuar në vendime që kanë për qëllim përfitime personale. Për fund, bizneset nënshkuese të këtij kodi do t'i marrin në konsiderat parimet e OECD-s për qeverisje korporative dhe përgjegjësi sociale korporative, të cilat do të kontribuojnë në mbrojtjen e reputacionit të biznesit dhe të marrëdhënieve profesionale me hisedarët, punëtorët, furnitorët, non-kontraktorët, konkurrentët, konsumatorët apo dhe institucionet publike. Andaj, unë tash s'pëmbetet gjë vetëm t'i ftoj përfaqësuesit të shoqatave bizneseve që edhe formalisht ta nënshkruajmë së bashku kodin.
Atëherë para se të vazhdoj me një fotografi ndoshta të përbashkët edhe një konkret rasti mandej, do të kisha lutë përfaqësues shoqatave bizneseve nëse kanë për të shtuar ndonjë gjë, para se ndoshta edhe të japim fjalën gazetarëve nëse kanë ndonjë pyetje eventuale për ne apo shoqatat e bizneseve. Nora, po të Jo, nuk ka nevojë, nëse Po si, ok. Përshëndetje gjithëve, për neve si Odë Ekonomike Gjermano-Kosovare ka qenë kënaqësi që të bashkohemi kësaj iniciative të Institutit Reinvest, edhe gjithashtu kësaj aleance kundër korrupsionit. Me nënshkrimin e këtij kodi, besoj që secili prej neve është duke dhënë një sinjal shumë të fortë që ne jemi për transparencë dhe jemi për të promovuar integritet të bizneset që i përfaqësojmë ne si Oda dhe si shoqata. I gëzohem shumë këtij bashkëpunimi, për shkak se siç u përmend edhe nga Visari, do të ketë aktivitete të ndryshme ku ne bashkë do të promovojmë tek bizneset anëtare, po edhe te anëtarët e ardhshëm, që të implementojnë praktika dhe standardet më të mira, po gjithashtu dhe të informojmë se çfarë do të thotë që të ndërtojnë kapacitete brenda kompanive sa i përket edhe implementimit të ligjit për sinjalizues, meqense kjo është në raport me Gjermaninë diçka që është jashtëzakonisht e rëndësishme marr parasysh edhe ligjet e ndryshme që kanë hyrë fuqi, por shfrytëzoj rastin ta përmendi këtu ligjin për zinxhirin e furnizimit, i cili kërkon që kompanitë të cilat janë furnitore të kompanive të mëdha blerëse gjermane të kenë brenda në firmë dikë që më të vërtet mund ta luajë këtë rolin e sinjalizuesit. Është shumë e rëndësishme që ne ta zbatojmë kodin, po edhe të ndihmojmë në promovimin e këtyre praktikave të mira edhe të dëshmojmë që kompanitë tona kanë integritet edhe punojnë me transparencë plot. Unë jam e lumtur që i kam bashkangjit kësaj iniciative për shkak se kjo i pasqyron edhe vlerat që kemi ne si Odë Ekonomike Gjermane. Kjo është pasqyrim edhe i kodit ton të etikës edhe gjithsesi vlerave që i promovojmë si integritetin edhe transparencën. Shumë faleminderit. Faleminderit Nora. Atëherë do të kemi fjalën. Okej. Atëherë kjo ditë e sotshme është një vazhdimsi e mbështetjes dhe promovimit të parimeve të integritetit, parimeve të etikës dhe të transparencës në të bërit biznes, për ne si organizat, për rrjetin CSR Kosova. Këto parime njëherët janë vlera të cilat janë pjesë integrale e bizneseve të cilat ne i përfaqësojmë. Dhe në këtë kuadër janë parime të cilat janë shtylla përbërëse të kornizës së anëtarësimit për bizneset të cilat i bashkohen rrjetit CSR Kosova. Ne kemi pas kënaqësinë që të bashkëpunojmë me Institutin Reinvest dhe mbështesim fuqishëm kodin e bizneseve kundër korrupsionit. Ky kod, ky koalicion i bizneseve kundër korrupsionit është edhe një dëshmi më shumë për mbështetje dhe për angazhimin e secilit prej nesh për të ndërgjegjësuar dhe për të rritur, për të mobilizuar edhe më tutje sektorin privat që të marrin zotime për të luftuar dhe të parandaluar korrupsionin në sektorin privat. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Duke qenë se Oda Ekonomike Amerikane edhe më parë ka qenë pjesë iniciativa të tilla së bashku edhe me shoqata të tjera, mirë po edhe me Institutin Reinvest, ku së bashku kemi informuar edhe sektorin privat, përgjithësi edhe bizneset për rolin e tyre që kanë mbi pengimin e korrupsionit dhe mbi mekanizmat për raportimin e korrupsionit. Konsiderojmë që edhe kjo iniciativë është një hap pozitiv i përbashkët i gjitha shoqatave mbi krijimin e një atmosfere apo një ambienti pozitiv të bërit biznes dhe tërheqjen e investimeve në Kosovë. Andaj shpreh në këtë rast shpreh falënderimin edhe për programin e USAID-it Kosovo Municipal Integrity, edhe për Institutin Reinvest për këtë bashkëpunim dhe për këtë iniciativë të përbashkët. Faleminderit shumë. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë. Shoqata ESNAF, shoqata e biznesmenëve dhe zejtarëve ESNAF nga Prizreni është një shoqatë e cila është dëshmuar në përkushtimin e saj për luftimin e të gjitha dukurive negative në shoqërinë tonë të cilat krijojnë një ambient të kontaminuar. Prandaj unë e përshëndes edhe këtë nismë dhe e shpreh kënaqësinë, nderin
që jemi pjesë e kësaj nisme për të luftuar këto dukuri negative me qëllim të krijimit të një ambienti të shëndosh në gjithë shoqërinë kosovare, mirë po konkretisht me këtë luftën kundër korrupsionit do të krijojmë një ambient të shëndosh në të bërit biznes që do të ndërlidhen edhe me tërheqjen e investimeve të huaja, krijimin e vendeve të reja të punës, krijimin e mirëqenies për gjithë popullin e Kosovës, edhe një prej problemeve më kryesore që do të parandalojmë edhe largimin e të rinjve dhe do t'ju japim një shpresë se edhe në këtë Kosovën tonë të bukur mund të jetohet shumë bukur. Ju faleminderit gjithë. Atë nëse s'kemi komente tjera shtesë, para se të vazhdojmë me një të raste si që tash, kisha ftuar ndoshta për një foto përbashkët të ekipit nga shoqata e bizneseve, donatorit si dhe Institutin Invest ne këtu. Mundemi këtu mbrapa ndoshta.